vënë re që fëmia yt lëviz shumë, nuk qëndron i ulur gjatë terapisë, ti vetë je shqetësuar dhe terapistët të thonë që fëmia duhet qëndrojë ulur se ndryshe nuk përqendrohet dhe nuk mëson, a vlen kjo për një fëmijë me autizëm? Le ta reflektojmë. Lëvizja është thelbi i zhvillimit të një fëmie me autizëm. Është mënyra e tij për të qetësuar veten dhe për të ndjerë mirë me trupin e tij. Kur një fëmijë lëviz, do të thotë që ai ka nevojë të shkarkojë energjinë, të rregullojë emocionet e veta, të përqendrohet. Kjo e ndihmon që të angazhohet në aktivitet. Nuk është realiste të presim që një fëmijë me autizëm të qëndrojë i ulur në tavolinë dhe terapia të ketë efikasitet. Qasje të tilla të strukturuara nuk marrin parasysh nevojat sensoriale dhe emocionale të fëmijës. Kjo mund të jetë e dëmshme sepse nëse fëmia qëndron gjatë i ulur, mund të irritohet, të mërzitet, të shpërqendrohet. Ndaj qëllimi i një terapisti nuk është të mbajë fëmijën ulur në tavolinë, por të kuptojë nevojat e tij për të lëvizur. Vetëm një fëmijë që ndihet mirë me veten dhe me trupin e tij mund të jetë i përqendruar dhe të mësojë. Çfarë duhet të bëjmë? Të ndërtojmë një profil të fëmijës për të kuptuar nevojat që ai ka për lëvizje. Nga ky profil, që është specifik dhe unik për çdo fëmijë, sepse secili ka ritmin e tij dhe nevojat e tij sensore, ne strukturojmë aktivitetet fizike që fëmia do të bëjë gjatë terapisë, intervalet kohore që fëmia do të ketë për të mundësuar që ai të lëvizi, të vrapoj, të kënaqet, të hidhet në trampolin, të zgjedhim lojrat fizike që fëmia preferon. Pra, për një fëmijë me autizëm, lëvizja është komunikim, është mësim, është jetë.